kam ndjekur 30 vjet fushatat dhe i di mirë si funksionojnë grupet kriminale, absolutisht gjitha krahat. Asnjë vit nuk është ngjashëm. Kjo është fushat ku për të vërtetës nuk duhet të implikojnë fare grupet kriminale. Grupet kriminale kanë probleme me njëri tjetrin dhe këto janë reminiscenca thuaç tani. Janë ato bishtat të cilat vazhdojnë, por nuk ka fare. Po ne jemi prokuror më që duhet i përfshim. Kush jemi ne? Mirë, okay. Mendim po. Prokuroria do e shohësh ti. Ka lidhje apo jo? Do e shohësh. A mund ta jep mendimin tim? Po jo, do jemi këtu bashkë, prapë dhe do themi. Okej, a mund ta jep mendimin tim? Apo kisha drejtuar? Mund ta jep mendimin tim. Mirë, pra rregull po. Sepse i kam parë me vëmendje. Na nxjerrën kështu si UFO. Pse mo do dalë si UFO ti? Pse ke problem? Mund ta ngatrojnë fushatën me grupet kriminale. Grupet kriminale kanë vendosur deputet listë. Kur ka ndodhur ndonjëherë që grupet kriminale s'kan qenë në fushatë? Kanë vendosur deputet listë. Grupet kriminale. Kur më sa çdo 4 vjet këtu ti ke pas grupe kriminale të cilë s'ekzistojnë më. Po. Pra. Në Shqipëri. Do të fillojë debati nga e para? Jemi në Shqipërinë suedis. Sepse Spaku thot 16. Ato që po zbërthehen tani me radhë, po tregojnë që janë grupe historike, të cilat gjatë gjithë jetës së tyre kanë bashkëpunuar me politikën dhe këto grupe ja kanë qenë gjithkohon prezent. Filluan, mbaruan me misionin këtu, morën me Elvis Martinin. Dhe pjesa kryesore e krimit organizuar në gjithë zonën e Tiranës, Fushkrujës, Laçit, kemi Elvis Martinin. Kemi në Shkodër, kemi 3 grupe. Kemi në Elbasan që sa po folet zut grupe cilat janë goditur. Ti kemi të pare me të dëgjuar, kurse ne kemi dëgjuar. Do në Fier, grupe që janë goditur. Do në Durrës, grupe që janë goditur. Pra me fjalë kur them jam goditur, sepse u bën Nurodin Dimani në çdo krim që është organizuar. Unë të përmenda 3 edhe këtë 3 nuk i bën këta tanë, po i sollën ata të huaj, se ishte për ne. Edhe njerë, rëndësi ka që kur bën analizën e Nurodin Dimanit, e shef me Zoti Meçes, mund të thuash që ta ndajnë politikën nga krimi, nuk e thua dot. Ta janë goditur dhe në gjykimin tim, dhe kjo është gjykimi im, kjo fushat tani, nuk ka fare implikim. Do zotin